Qindra besimtar u bashkuan në kishën e Shnandout në Laç duke përshkuar 14 ndalesat e udhës së kryqit. Në heshtje dhe lutje, ata ndoqën këtë ritual simbolik që përçon mesazhe sakrifice dhe shprese. Kjo udhë kryqit, që përkujton mundimet e Jezusit, udhëhoq nga Imzot Arjan Dodaj, arqipeshkov metropolit i Tiran-Durrësit. Gjatë mesazhit të tij, ai foli për sfidat e kohës që po kalon Shqipëria, ku theksoi se varfëria dhe pasiguria po prekin shoqërinë e veçanërisht të rinjt. Largimi i tyre është një këmban alarmi që Imzot Dodaj e drejton në apelin e drejt për drejt që të mos e braktisin vendin e tyre. Të folurit sot ka pësuar një inflaksion. Fjalët nuk prekin më kërkënd. Jo vetëm fjalët, por edhe faktet. Të mos shofësh më të ri në shumë zona të Shqipërisë, të mos shofësh më të ri të angazhuar në jetën reale të shoqërisë sonë, o zëvendësimin e tyre me shumë persona që vinë nga vende tjera që janë mirë se ardhur, por në Shqipëri ka vend për gjithë. Të mos shofësh pikërisht që brezët e ri shqiptar ta trashëgojnë tokën e tyre të bekuar, të shenjtë, të bukur. Është një trishtim i madh, një keqardhje e madhe. Atëherë unë më shumë u luta, i thash Zotit, ti të paktën që na merr seriozisht. Dëgjoj lutjen tonë, dëgjoj lutjen e nënave që nuk kanë fëmijë në shtëpitë e tyre, të baballarëve që nuk ndjehen më të mbështetur nga brezat e ri, të një shoqërie që është u mbushur me gjyshër, e Zoti bekoft, por jo më me nipër, sepse kemi edhe një dimër të jashtëzakonshëm demografik, që Zoti me të vërtet bekoj familjet shqiptare të kenë kurajën të ecin përpara pavarësisht sfidave dhe sprovave. Një tjetër plag me të cilën po përballet bota është lufta dhe pasojat e saj janë të drejtpërdrejta në jetën ekonomike dhe sociale. Ulla e kryqit është një thirrje për shpresë dhe kthim tek besimi, duke ftuar qytetarët të mos humbasin vlerat dhe të mos abuzojnë me të mirat. Para syve tanë e para syve të mbar njerëzimit, përvoja që më shumë e shënon këtë kohë është një përvojë negative, errësire, varfërie, mjerimi. Shohim jo vetëm luftet, por shohim dhe efektet dhe pasojat e saj. Dhe neve nuk mund të ndalemi vetëm tek imazhet që nganjëherë nuk na përcjellin ndjenja. Papa Leoni para ca javësh thonte që të bësh luftën nuk është të luash, aty janë jetë njerëzish. Por këtë e shohim dhe në efektet që përcjell në ekonominë e shumë shteteve, në varfërinë që akoma më shumë theksohet, në çmimet që rriten më shumë edhe për abuzimin dhe manipulimin e atyreve që kanë monopolin e disa pasurive të vendore. E kështu që ulla e kryqit do të jetë dëshiron të jetë një qels në errësirë, pra një qels jete, që i thret ndërgjegjes për mos me abuzu me të mira që Zoti na ka besu, pasi nuk jemi pronar të asgjë, të gjithë jemi kalimtar. Edhe ata që po manipulojnë nga ky moment, ata duhet kuptojnë që ata janë para Zotit. Edhe ata një ditë do të përgjigjen për përgjegjësitë e tyre. Besimtarët e krishterë po përgatiten për festën e Pashkëve, që simbolizon triumfin e jetës mbi vdekjen. Dhe kjo për ju një jetë ndryshe si kohë përgatitore